së shpejti ose në një të ardhmë të afërt do të mblidhet, thot profeti alayhi salatu vesselam, rreth jush, do të mblidhen rreth jush kombet e ndryshme, do të thënë nga vendet ndryshme, ashtu sikurse mblidhet dhe preja, sikurse mblidhen e gërsirat tek preja e saj, pra pasi e kanë sulmuar. I thonë i dërguari i Allahut, a do të jemi të pakët ne në atë ditë? Pra zakonisht koncepti i njerëzve kur flitet, do të thënë që një anë sulmohet, njëri sulmohet, mendja të shkon me njëherë që është i dobët ose të tjerët janë të shumtë në numër. A do të jemi të pakët në atë ditë? Thotë ju në ditë do të jeni të shumtë në numër. Por do të jeni sikurse llumi që lën vërshimi i ujit. Pra çfarë lën vërshimi i ujit atë llumin? Rujna Zot, o Allah na fal. O Allah na fal. Sikurse ai llumi të cilin e lën pas vërshimi i ujit. Zoti me madhnit vet thot, do të heq nga zemra e armiqve tuaj frikën dhe autoritetin që kanë ndaj jush. Dhe në zemrat tuaja do të mbjell wahnin. I thonë i dërguari i Allahut, çfarë është wahni? I thot profeti alayhi salatu vesselam, hubbu dunya wa karahiyatul maut, të duash jetën, të jesh i dashuruar pas jetë gjatësisë dhe të urresh vdekjen.